Në lidhje të drejt për drejt, kemi edhe Ermand Meternika nga Tirana, eksperti i teknologjisë. Përshëndetje, Ermandi. Përshëndetje dhe kënaqësi që jam pranë jush në Dukagjini TV. Si duket, në vetur të kemi lënë herën e kaluar, në vetur të gjatëm prap. E di çfarë ndos, që është e vërteta se nga që është shumë e zhurmshme dhe duket sikur kur je brenda është izolim akustik, edhe duket sikur nuk domethënë zhurmat janë filtruara gjitha dhe paktën dëgjohemi më mirë, domethënë kjo është ideja. Pa merak. Edhe unë i shkreti kam gjetur atë izolimin akustik, atë qoshen aty ku mund të shpreh ato mendimet e mia, domethënë, në lidhje me teknologjinë, inteligjencën artificiale që po na çorodisi nga gjithë anët, dhe në teknologjisë që më të tjerët imagjino se po bëjmë dhe çik batut, domethënë kjo pjesë. Patjetër, por kur jemi tek izolimi apo themi qëndrimi tërhequr për disa mesazhe, si duket WhatsApp e ka menduar edhe këtë gjë. Spaku në bazë të raportimeve po flasim për lajme të cilat qarkullojnë ditëve të fundit, ku bëhet e ditur që aplikacioni i komunikimit ka vendosur që në rast se nuk kthehen mesazhet, në rast se vetëm lexohen ato, do të bëhen me pagesë. Në farë forme mund të konsiderohet tip gjobe. Çka qëndron mbrapa? Është e vërtet kjo, Mandi, apo? Ajo që unë mendoj, edhe faktikisht për mua unë e vuna re që ishte një lajm interesant, pak i çuditshëm, por që Zuckerbergu siç duket i bie lapsi tash, meqense se globalisht WhatsApp është më i përdorur dhe mjeti, domethënë instrumenti më i rëndësishëm i komunikimit, se të gjithë komunikojnë si në WhatsApp normal, si dhe në business WhatsApp. Ky tani po e mendon domethënë që ta bëjnë në trajt me pagesë këtë siç e kanë aplikacionet deri diku të tjera.